Horoskopi ditor e Mërkur 12 mars 2025. Horoskopi ditor i Dashit 12 mars 2025. Sot, Dashi, shpirti juaj konkurrues është në kulmin e tij, i gjallëruar nga një hënë entuziaste në shigjetar. Mund të gjeni veten të tërhequr nga aventura të reja në jetën tuaj personale dhe profesionale. Përqafoni këto mundësi pasi shtrirja kozmike inkurajon lëvizje të guximshme dhe fillime të reja. Në planin financiar është një ditë ideale për të ndjekur projekte kreative për të cilat keni qenë të apasionuar, por që ende nuk i keni parë të realizohen. Një bisedë me një mik ose partner të ngushtë mund të zbulojë talentet e fshehura ose t'ju jap qartësinë që ju nevojitet për vendimmarrje. Megjithatë, mos harroni të mbani nën kontroll prirjet tuaja impulsive për të shmangur keqkuptimet ose vendimet e nxituara. Kanalizoni këtë energji të zjarrt në aktivitete që ju sfidojnë dhe fuqizojnë. Balanconi dëshirën tuaj me konsideratën për ata që ju rrethojnë, dhe sot do të gjeni jo vetëm shpërblyese, por edhe themelore në vendosjen e tonit për muajt e ardhshëm. Përqafoni ndryshimin me një zemër të patrembur dhe të hapur. Horoskopi ditor i Demit 12 mars 2025. Demi, energjitë që ju rrethojnë sot ju nxisin të përqendroheni në stabilitetin emocional dhe rritjen personale. Prania e hënës të shigjetari ju fton të eksploroni perspektiva të reja dhe të ndërtoni besimet tuaja ekzistuese. Është një moment i mrekullueshëm për të rivlerësuar qëllimet tuaja dhe për të marrë parasysh strategjitë afatgjata. Prania juaj qetësuese do të jetë një burim mbështetjeje dhe frymëzimi për ata që keni pranë, pasi ata kërkojnë nga ju udhëzime gjatë fazave të tranzicionit. Në planin financiar tregohuni të matur, kurseni burimet tuaja për më shumë investime strategjike që përputhen me qëllimet tuaja. Në marrëdhënie, komunikimi i sinqert është çelësi. Kjo lëvizje planetare ju inkurajon të hapeni dhe të shprehni të vërtetat tuaja më të thella, duke i hapur rrugën pajtimit ose thellimit të lidhjeve. Duke i dhënë përparësi kujdesit për veten dhe duke ruajtur ekuilibrin, do të gjeni harmoni në ndërveprime, duke pasuruar udhëtimin tuaj individual. Besoni në proces dhe prisni fillimet e reja që përputhen me vlerat tuaja thelbësore. Horoskopi ditor i Binjakëve 12 mars 2025. Binjakët, shtrirja e sotme qiellore mund të sjellë një përzierje sfidash dhe mundësish. Energjia dinamike nga hëna në shigjetar stimulon kuriozitetin tuaj dhe nxit një mjedis të pjekur për të mësuar dhe eksploruar. Profesionalisht, kjo është një ditë e fuqishme për idetë dhe gjenerimin e zgjidhjeve inovative që do t'i shërbejnë mirë qëllimeve tuaja afatgjata. Ju mund të ndjeni një dëshirë për t'u lidhur, duke u lidhur me ata që ju frymëzojnë dhe ju sfidojnë. Në aspektin shoqëror, është një ditë për t'u përfshirë në biseda kuptimplota që mund të çojnë në mundësi emocionuese. Në planin personal, merrni parasysh përqendrimin në praktikat e toksimit për të balancuar energjinë e lëvizjes së lirë që vjen me këtë ndikim hënor. Kjo nuk është koha për të shpërndarë energjitë tuaja, përqendrohuni te cilësia mbi sasinë. Përqafoni qetësinë kur është e mundur për të lejuar që qartësia të dalë nga bisedat mendore. Në përgjithësi, dita e sotme premton përparim nëse i kanalizoni energjitë tuaja me mençuri dhe qëllim. Horoskopi ditor i Gafores 12 mars 2025. Gaforia, sot sjell një shans për të ushqyer ëndrat dhe ambicjet tuaja. Me hënën në shigjetarin aventurier mund të ndiheni të frymëzuar për të zgjeruar horizontin tuaj profesionalisht dhe personalisht. Përqafoni dëshirën për të ndjekur mundësi arsimimi ose përvoja të reja që do të pasurojnë jetën tuaj. Në punë, natyra juaj intuitive do t'ju shërbejë mirë, duke ju lejuar të lundroni me lehtësi në situata komplekse. Energjitë e sotme favorizojnë bashkëpunimin, ndaj kërkoni partneritete ose aleanca që mund të çojnë në përparime krijuese. Përsa i përket marrëdhënieve personale, jeni të hapur për t'u angazhuar në biseda të thella që nxisin mirëkuptimin dhe rritjen e ndërsjellë. Prirjet tuaja edukative do të vlerësohen dhe ju mund të gjeni kënaqësi të vërtetë duke ofruar mbështetje për ata që kujdeseni. Sidoqoftë, jeni të kujdesshëm që të mos përhapeni veten shumë të dobët, përqendrohuni në kujdesin për veten dhe ruajtjen e mirëqenies tuaj emocionale. Duke arritur një ekuilibër, ju mund të shfrytëzoni energjinë e ditës për të manifestuar qëllimet tuaja në mënyrë produktive. Horoskopi ditor i Luanit 12 mars 2025. Luani, sot është e mbushur me mundësi për të shfaqur talentin tuaj dhe për të shkëlqyer. Ndërsa hëna përshkon shigjetarin e gjallë, ju inkurajoheni të shpreheni në mënyrë krijuese dhe spontane.
Në fushën tuaj profesionale, kjo mund të përkthehet në iniciativa drejtuese ose në shfaqjen e ekspertizës së re, duke fituar kështu admirim. Karizma juaj natyrore është e pamohueshme tani, duke e bërë këtë një kohë të përsosur për të lidhur dhe krijuar lidhje të vlefshme. Bëhuni gati për momente të papritura gëzimi dhe të qeshurash që energjizojnë shpirtin tuaj dhe rrisin moralin. Në anën personale, përqafo autenticitetin në marrëdhëniet tuaja, aftësia juaj për të ndarë hapur mund të thellojë lidhjet dhe të ndriçojë shtigjet për rritje. Në planin financiar, qëndroni vigjilent dhe të kujdesshëm me çdo rrezik, analizoni plotësisht mundësitë për të siguruar që ato përputhen me vlerat dhe vizionin tuaj afatgjallë. Shfrytëzojeni këtë energji të zjarrt të shigjetarit me përgjegjësi dhe sot mund të bëhet një pikë kthese ku aspiratat shndërrohen në realitet të afërt. Horoskopi ditor i Virgjëreshës, 12 mars 2025. Sot, Virgjëresha, mund të ndjeni një vetdije të shtuar për rrethinën tuaj dhe energjitë delikate të atyre që ju rrethojnë, të ndikuar nga rruga e hënës në shigjetar. Ky është një moment i mrekullueshëm për të fokusuar në zhvillimin personal dhe kërkimin e njohurive që plotësojnë etjen tuaj intelektuale. Ju mund të gjeni veten duke rishikuar projekte që kanë nevojë për aftësitë tuaja analitike dhe vëmendje të saktë. Shfrytëzojeni këtë vëmendje në detaje kur merreni me detyra pune për të rritur produktivitetin dhe jepni një shembull. Komunikimi do të jetë vendimtar, ndaj synoni qartësinë dhe koncizitetin gjatë bashkëveprimit me kolegët. Në planin emocional, jeni të durueshëm me marrëdhëniet e ngushta, keqkuptimet mund të zgjidhen lehtësisht nëse trajtohen me qetësi. Financiarisht, mbani një sy për mundësitë që premtojnë rritje të qëndrueshme dhe jo kthime të menjëhershme. Balancimi i pragmatizmit me dëshirën tuaj natyrale për përsosmëri mund ta bëjë ditën e sotme produktive dhe përmbushëse. Kanalizoni energjitë tuaja me mençuri për të krijuar një vrull të dobishëm si në arenën personale, ashtu edhe në atë profesionale. Horoskopi ditor i Peshores, 12 mars 2025. Peshorja, dita ju fton të eksploroni partneritete dhe bashkëpunime, pasi hëna në shigjetar ju frymëzon të përdorni rrjetet tuaja sociale dhe të kërkoni shkëmbime harmonike. Profesionalisht, kjo është një kohë e favorshme për të angazhuar në përpjekjet ekipore dhe për të negociuar marrëveshje. Aftësitë tuaja diplomatike do të theksohen, duke hapur rrugën për rezultate të dobishme reciproke. Përqafoni hapjen dhe jini të hapur ndaj këndvështrimeve të ndryshme, ato mund të ofrojnë njohuri që nuk i kishit marrë parasysh. Në planin personal, kënaquni me aktivitete të përbashkëta me të dashurit, pasi këto ndërveprime do të forcojnë lidhjet. Bilanci është vendimtar, ndaj sigurohuni që të merrni kohë për kujdesin ndaj vetes dhe reflektimin mes angazhimeve tuaja sociale. Financiarisht, rreziqet e vogla mund të çojnë në përfitime të konsiderueshme nëse vlerësohen me kujdes. Ruajtja e ekuilibrit midis punës dhe jetës në shtëpi do të jetë çelësi për lundrimin pa probleme të energjive të sotme. Duke nxitur lidhje pozitive, ju mund të ngrini përvojat tuaja dhe të arrini një ndjenjë të plotë të komunitetit dhe mbështetjes. Horoskopi ditor i Akrepit, 12 mars 2025. Akrepi, hëna e sotme e shigjetarit inkurajon eksplorimin dhe mësimin, një ftesë për të kaluar përtej të njohurit. Kjo mund të jetë një ditë për të kërkuar mençuri, qoftë përmes udhëtimeve, studimeve apo bisedave filozofike. Profesionalisht, ju nxiteni të shikoni pamjen më të gjerë, mendimet vizionare mund të çojnë në përparime. Intensiteti juaj përputhet mirë me kërkesat energjike të ditës, duke e bërë atë një kohë të përsosur për të trajtuar çështjet komplekse kohë më kohë. Emocionalisht, kozmosi mbështet ndershmërinë dhe thellësinë në ndërveprimet tuaja, duke nxitur besimin dhe intimitetin në marrëdhënie. Jeni të vëmendshëm ndaj nuancave delikate në komunikim, pasi natyra juaj perceptuese do të kuptojë të vërtetat e pathëna. Financiarisht, shmangni vendimet impulsive, përkundrazi zgjidhni investime solide pas një studimi të plotë. Balanconi pasionin me durimin dhe përpjekjet e sotme do t'ju ofrojnë njohuri domethënëse që mund të riformsojnë rrugën tuaj përpara. Përqafoni ndryshimin dhe transformimin si pjesë të natyrshme të udhëtimit tuaj, duke çuar drejt rritjes personale dhe kolektive. Horoskopi ditor i shigjetarit, 12 mars 2025. Shigjetari, me hënën në shenjën tuaj, ju jeni të mbushur me një shpirt optimist dhe aventurier që ju inkurajon të ndiqni mundësi të reja. Entuziazmi juaj natyror dhe dëshira për jetën ju bëjnë jetën e çdo përpjekjeje, qoftë në sferën profesionale apo personale.
Është një ditë e përkryer për të nisur projekte të reja ose për të zgjeruar horizontet tuaja, veçanërisht nëse ato përputhen me vizionet tuaja afatgjata. Fjalët tuaja kanë fuqi sot, përdorini ato me mençuri për të frymëzuar dhe motivuar ata përreth jush. Në marrëdhënie, komunikimi juaj i hapur dhe i sinqert nxit lidhje më të thella, duke siguruar gjithashtu një platformë të qëndrueshme për adresimin e çdo keqkuptimi të vazhdueshëm. Në planin financiar, merrni parasysh eksplorimin e rrugëve të reja që premtojnë aventura dhe rritje, por vazhdoni me kujdes të matur për të shmangur grackat. Mos harroni se ndërsa spontaniteti i shton gjallërinë jetës, një qasje e bazuar siguron sukses të qëndrueshëm. Balanconi dëshirën tuaj për jetën me vëmendjen për të shfrytëzuar energjitë e sotme në mënyrë efektive dhe për të bërë hapa domethënës. Horoskopi ditor i Bricjapit, 12 mars 2025. Bricjapi, hëna e sotme e shigjetarit ju thërret të zgjeroni horizontet tuaja dhe të merrni parasysh perspektiva të reja, veçanërisht në lidhje me karrierën dhe qëllimet tuaja afatgjata. Ju mund të ndiheni të tërhequr për të ndjekur trajnime të avancuara ose mundësi arsimore që përputhen me ambicjet tuaja. Profesionalisht, është një ditë e favorshme për planifikim strategjik dhe vënien në lëvizje të rrotave për arritjet e ardhshme. Vendosmëria dhe natyra juaj pragmatike do të sigurojë që këto plane të jenë jo vetëm vizionare, por edhe të arritshme. Në çështjet personale, përqafoni frymën e aventurës, ndoshta duke planifikuar një udhëtim të ardhshëm ose duke u angazhuar në biseda ndriçuese që zgjerojnë kuptimin tuaj. Financiarisht, është e mençur të keni një qasje të matur ndaj investimeve. Durimi do të sjellë rezultate më të mira se sa vendimet impulsive. Bilanci mbetet kyç, lini kohë për relaksim krahas përpjekjeve të ndërgjegjshme dhe do të lulëzoni. Sot, shfrytëzimi i kombinimit të ambicjes dhe çiltërsisë do të jetë një mjet i fuqishëm për të arritur rezultatet e dëshiruara në mënyrë efikase. Horoskopi ditor i Ujorit, 12 mars 2025. Ujori, me hënën në shigjetarin e shtrirë, ju inkurajoheni të mendoni globalisht dhe të veproni në nivel lokal. Kjo është një ditë për të përqafuar shpirtin tuaj humanitar dhe për të kontribuar në kauza më të mëdha se ju. Profesionalisht, idetë tuaja inovative ka të ngjarë të fitojnë vëmendjen që meritojnë, duke e bërë tani kohën e përsosur për të paraqitur propozime ose për të bashkëpunuar në projekte që mendojnë përpara. Ndërveprimet sociale mund të hapin dyert për njohuri dhe aleanca të reja, duke çuar potencialisht në përmbushjen e bashkëpunimeve. Në një nivel personal, ju jeni të frymëzuar për të çliruar nga rutinat e zakonshme dhe për të eksploruar interesa ose hobi të rinj. Jeni të kujdesshëm në lidhje me zgjatjen e tepërt financiarisht, përqendrohuni në investime të zgjuara që premtojnë përfitime të qëndrueshme. Marrëdhëniet përfitojnë nga qasja juaj mendjehapur dhe gatishmëria për të eksploruar lidhje më të thella. Duke kombinuar intuitën me intelektin, do të gjeni zgjidhje unike që përmirësojnë rritjen personale dhe kolektive sot. Lëreni frymën e eksplorimit ju udhëheq drejt përmbushjes së objektivave dhe pasurimit të përvojave. Horoskopi ditor i Peshqve, 12 mars 2025. Peshqit, sot është një ditë reflektimi dhe imagjinate pasi hëna në shigjetar përputhet me natyrën tuaj vizionare, duke ofruar një shans për të eksploruar ëndrat dhe aspiratat tuaja. Përqendrohuni në projekte ose aktivitete krijuese që ju lejojnë të shpreheni lirshëm. Profesionalisht, ju mund të zbuloni mënyra të reja për t'ju qasur detyrave tuaja, duke shtuar një prekje inovacioni dhe unike në punën tuaj. Intuita ju udhëheq mirë, lëreni t'ju çojë drejt mundësive që ndiheni të duhura, por mbani në mend pragmatizmin për t'u siguruar që idetë tuaja janë të arritshme. Në planin personal, ndani mendimet dhe ëndrat tuaja me të dashurit, pasi këto biseda mund të thellojnë lidhjet dhe të ofrojnë njohuri të vlefshme. Financiarisht, ruhuni nga supozimet tepër optimiste, duke zgjedhur në vend të kësaj për planifikim dhe rishikim të kujdesshëm. Meditimi ose reflektimi i qetë mund t'ju ndihmojë të bazoni mendimet tuaja, duke e lidhur kokën me zemrën tuaj. Energjitë e sotme mbështesin depërtimin dhe imagjinatën e thellë, duke ofruar shtigje drejt shprehjes krijuese dhe përmbushjes personale. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziles që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.